Mbrëm qyteti i dytë më i madh i Iranit, Mashhad, u përfshi nga përleshjet e ashpra midis protestuesve anti-regjim dhe forcave të sigurisë. Qytetarët ngritën barikada për të mbrojtur veten nga të shtënat me armëzjarri, ndërsa videot që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë përdorim të përhapur të dhunës. Shifrat janë alarmante. Breaking raporton se numri i protestuesve të vrarë mund të kalojë 400, me trupat e gardës revolucionare që dyshohet se kanë përdorur snajper në Teheran. Regjimi iranian përpiqej të ndalte protestat duke ndërprerë energjinë elektrike, por qytetarët gjetën mënyra të reja për të ndriçuar rrugët, duke ndezur dritat e telefonave celular dhe duke treguar vendosmërinë e tyre për të qëndruar në këmbë. Megjithatë, situata ka tensionuar edhe forcat e sigurisë. Agjencia e Inteligjencës së IRGC njoftoi më 10 janar se po përballej me raste të mundshme dezertimi. Një oficer policie nga një qytet kurd në veriperëndim tha për revistën Times se departamenti i tij po përballej me mosmarrveshje serioze brenda forcave. Disa refuzuan të qellonin protestuesit, duke treguar se regjimi po përballej me sfida edhe brenda strukturave të veta. Në Kermanshah, 10 forca sigurie u arrestuan për të njëjtën arsye. Protestat tashmë po trajtohen si një problem ushtarak dhe jo thjesht si çështje rendi publik. Ushtria e rregullt, Artesh, lëshoi një deklaratë më 10 janar duke paralajmëruar për mbrojtjen e interesave kombëtare të infrastrukturës strategjike, njësite saj raportohet se janë vendosur në qytetin Karaj, ndërsa forcat e IRGC dhe Basi vazhdojnë të jenë në terren duke shtypur protestat. Një dëshmitar nga qyteti Bukhan tha se njësitë e IRGC ishin vendosur në zonë, ndërsa video nga qendra mjekoligjore Karizak tregojnë më shumë se 2 duzina çanta me kufuma, duke ju referuar protestuesve të vrarë në 2 netët e fundit. Vlerësimet e humbjeve janë kontradiktore, por disa burime, përfshirë Iran International, raportojnë se të paktën 2000 protestues janë vrarë në 48 orët e fundit. Ndërkohë, zhvillimet ndërkombëtare tregojnë për shqetësim serioz. 12 avion luftarak F-15 e Strike Eagle të SHBA-ve janë në rrugë drejt lindjes së mesme, duke u monitoruar nga autoritetet amerikane. Regjimi iranian në një lëvizje të qartë retorike ka ndërruar terminologjinë ndaj protestuesve. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, Ali Ilarian, i quajti protestuesit gjysmë terrorist urban, duke i krahasuar me ISIS dhe duke i paraqitur si kërcënim ekzistencial për sigurinë kombëtare. Në këtë klim, çdo orë konsiderohet kritike, jo vetëm për zhvillimin e protestave, por edhe për reagimet ndërkombëtare dhe stabilitetin e rajonit. Irani po përballet me një krizë të thellë sociale dhe politike, ku qytetarët e vendosur kundër regjimit gjejnë guximin të ndriçojnë rrugët me telefonat e tyre, ndërsa forcat e sigurisë përballen me sfidën më të madhe të dekadave.